Ju përshëndes nga studio qendrore për edicionin informativ duke ndarë zhvillimet kryesore së bashku do ndalemi pikërisht te Andrew Higgins, shef i zyrës për Europën lindore dhe qendrore në The New York Times, ka vizituar sot Vlorën për të njohur dhe për të ndjekur nga afër zhvillimet e fundit dhe protestat që lidhen me projektin e parashikuar në zonën e Zvërnecit. Higgins u shoqërua drejt Zvërnecit dhe Sazanit nga kryetari i shoqatës operatorëve turistik të Jugut, Bedinaj, i cili e njoh nga afër me potencialin turistik të Gjirit të Vlorës. Vlorën e ka vizituar ditën e sotme Andrew Higgins, shef i zyrës për Evropën lindore dhe qendrore në The New York Times, i cili ndodhet në Shqipëri për të ndjekur nga afër zhvillimet e fundit dhe protestat që lidhen me projektin e parashikuar në zonën e Zvërnecit. Andrew Higgins mbulon çështjen ndërkombëtare, kryesisht në Evropën lindore, Rusi, Ukrainë, Ballkan dhe zhvillime politike rajonale. Si ju duket Vlora si destinacion turistik? Oh, it's fabulous. You know, great beaches. Është fantastike. Ka plazhe të shkëlqyera. Gjëja më e mirë është se plazhet janë me rër, jo me gur, gjë që është gjithmonë më mirë sipas mendimit tim. Por është vizita ime e parë këtu në Vlorë, kështu që nuk e di sa shumë ka ndryshuar realisht. Kam qenë në Shqipëri shumë vite më parë, 3 dekada më parë. Many years ago, 3 decades ago. Dhe çfarë mendoni për investimin që do të vijë në Zvërnec? You know, I have no real. Nuk është se kam ndonjë mendim të veçantë për investimin. A ishi në Zvërnec? Po isha, e vizitova. Ju pëlqeu? Po më pëlqeu, por varet çfarë do të bëjnë me të. Është shumë i bukur. Varet se si do të menaxhohet investimi. Nuk jam kundër tij në parim, por nuk është puna ime të kundërshtoj investimet. Thjesht nga kurioziteti, si ka mundësi që një çështje kaq lokale, siç është investimi i Trump këtu në Shqipëri, bëhet befas lajm botëror? Kjo është një pyetje shumë e mirë. Dua të them ka shumë akuza shumë të rënda në internet, kështu që njerëzit i shohin ato dhe mendojnë. E dini, disa njerëz mendojnë se Zvërneci dhe Shqipëria janë në luftë civile, gjë që padyshim nuk është e vërtetë. A është politika amerikane që po ndikon këtu? Nuk mendoj se është politika amerikane, mendoj se qytetarë amerikanë që kanë interesa publike po e shohin Shqipërinë si vend ku mund t'i shprehin ato interesa. Dhe çfarë mendoni për turizmin në Shqipëri? Unë kam qenë këtu 30 vite më parë dhe ka ndryshuar jashtëzakonisht shumë që atëherë, kryesisht për mirë. Kur kam qenë këtu për herë të parë, rrugët ishin të tmerrshme, kam qenë në veri në Hooks atëherë dhe rrugët ishin plot me bandit dhe shumë të rrezikshme, ndërsa tani ka një rrugë shumë të mirë. Pra po, gjërat janë përmirësuar shumë. Dhe tani, qëllimi i vizitës suaj këtu është turizmi apo diçka tjetër? Jo, nuk është turizëm, jam këtu për të parë, isha në Tiranë për protestat dhe doja të shija Zvërnecin dhe Sazanin. Pra, ju jeni një autor dhe gazetar shumë i njohur i New York Times. Si ka mundësi që ju kanë dërguar pikërisht këtu? Pse? Unë udhtoj gjatë gjithë kohës, unë mbuloj të gjithë rajonin, jam gjatë gjithë kohës në lëvizje, javën e kaluar isha në Lituani, javën para saj isha në Estoni dhe javën tjetër do të shkoj në Serbi. Pra nuk është ndonjë gjë veçantë realisht që vi në Shqipëri. Disa fjalë të fundit për turizmin shqiptar dhe një mesazh për popullin shqiptar. Jo, nuk ka mesazh për popullin shqiptar, u takon atyre të vendosin të ardhmen e tyre, por për turizmin do ta rekomandoja Shqipërinë. Nuk është vetëm i vend i bukur në këtë rajon, por është shumë i lirë se për shembull Kroacia apo Greqia. A do të shohim një artikull për vizitën tuaj këtu? Po, shpresoj që po. Gjatë karrierës së tij ai ka publikuar artikuj për ndikimin rus, luftën në Ukrainë, zhvillimet në Rumani dhe Ungari, ndërsa një prej shkrimeve të tij të njohura është edhe ai për ushtrinë e trollëve ruse, ku ai ishte një nga anëtarët e ekipit të gazetarëve që fituan çmimin prestigjos Pulitzer për raportim ndërkombëtar. Në këtë vizitë Higgins u shoqërua drejt Zvërnecit dhe Sazanit nga kryetari i shoqatës operatorëve turistik të Jugut, zoti Vasil Bedinaj, i cili duke përfituar nga rasti e njohur nga afër me potencialin turistik të Gjirit të Vlorës dhe gjithë turizmit të Jugut.
Zhvillimi pozitiv që po shohim është që kemi interesim jashtëzakonisht të lartë. Për mua ishte kënaqësi që të kemi një gazetar të New York Timesit, edhe është një nga më të mëdhenjtë që mbulon Europën. Bëm një vizitë në Sazan, pati shumë pyetje, shumë dhe u përpoqëm të jepnim përgjigjet e duhura. Ajo që na intereson sa më shumë është që të promovohet ky vend dhe është kënaqësi për ne që ka interes. Deri para disa vitesh nuk pyeste njëri se çfarë bëhesh në Shqipëri, por mediat ndërkombëtare po shohin diçka interesante këtu në këtë vend. Ajo që bëjmë ne është ta promovojmë. Pra e gjithë kjo histori përfundon te gjëja që kemi arritur diku që është ky interesim kaq i lartë nga gjithë këto mediat ndërkombëtare. Pra New York Times, shpresoj që të shkruaj ato që pa këtu për Vlorën, një destinacion fantastik, me plazhe të bukura, me hotelet se ka 2 ditë që po është akomoduar në Vlorë, po përpiqemi të tregojmë gjitha vendet e bukura dhe ajo është detyra jon, të promovojmë qytetin ton. Ndihemi mirë, realisht ndihemi mirë për interesimin që këta kanë. Pra, që të ketë interesim New York Times apo Washington Post apo mediat e tjera, do thotë që ne kemi arritur diku dhe jemi vend që mund të investosh. Vizita e gazetarit të New York Timesit tregon se Shqipëria tashme ka kaluar fazën e anonimitetit në fushën e turizmit dhe kurioziteti për të sa vjen dështohet si për investitorët, ashtu dhe për publikun e gjerë. Do të vijojmë tërësisht zhvillimet. Një aksident i rëndetar është regjistruar mbrëmjen e së hënës në gjirin e Ksamilit, ku sipas policisë një mjet lundrues është përplasur me skafin e policisë kufitare të Sarandës. Si pasojë e përplasjes ka humbur jetën 22 vjeçari Albiano Kreçi, banor i Ksamilit. Një 22 vjeçar ka humbur jetën si pasojë e një aksidenti detar të ndodhur në Ksamil, ku mjeti lundrues tip jet car që ai drejtonte është përplasur me skafin e policisë kufitare të Sarandës. Aksidenti i rënd u regjistrua mbrëmjen e të hënës në gjirin e Ksamilit. Sipas informacioneve paraprake, mjeti lundrues me të cilin po lëvizte i riu u përplas me skafin e policisë kufitare. Si pasojë e përplasjes së fortë mbi jetën 22 vjeçari Albiano Kreçi, banori i Ksamilit, i cili ndodhej në drejtimin e mjetit lundrues. Pas aksidentit ai u nxor nga deti nga punonjësit e policisë kufitare dhe persona të tjerë që ndodheshin në zonë aty pranë, por nuk mundi të mbijetonte dot plagëve të marra. Menjëherë pas ngjarjes policia e shtetit reagoi me një njoftim zyrtar duke bërë me dije se nisën menjëherë hetimet për zbardhjen e plotë rrethanave dhe detajeve të aksidentit. Sipas njoftimit zyrtar të policisë vendore, bëi me dije se rreth orës 18:30 minuta të hënës në Ksamil, një shtetas 22 vjeçar banues në Ksamil, duke lundruar në det me një mjet lundrues tip jet ski, makinë lundruese, dyshohet se si pasojë e lundrimit me shpejtësi është përplasur me skafin e policisë kufitare, i cili ishte i stacionuar rreth 400 metra larg bregut të detit në monitorimin e hapësirës detare. Si pasojë e përplasjes, u dëmtua drejtuesi i mjetit lundrues, i cili u nxor menjëherë nga deti nga punonjësit e policisë, si dhe drejtues të tjerë të mjeteve lundruese që ndodheshin në zonë. Ai u transportua me urgjencë në spital por ndoroi jetë si pasojë e dëmtimeve të marra. Në përfundim të komunikimit zyrtar, policia vendore bën me dije se menjëherë është ngritur një grup i posaçëm hetimor dhe në bashkëpunim me Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore në drejtimin e prokurorisë, po kryen veprimet për sqarimin e plotë të rrethanave dhe shkaqeve të ngjarjes. Brenda pak orësh, 2 apartamente në qytetin e Vlorës janë përfshirë nga flakë duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale, por fatmirësisht pa persona të lënduar. Një apartament në katin e 8 të një pallati në lagjen Pavarësia dhe një tjetër në katin e 9 të një pallati banes në pronësi të shtetasit italian në zonën e Lungomares. Brenda pak orësh, 2 apartamente në qytetin e Vlorës janë përfshirë nga flakët duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale, por fatmirësisht pa persona të lënduar. Rreth orës 01 të ditës së sotme, një apartament në katin e 8 të një pallati në lagjen Pavarësia, pranë ish kombinatit të peshkut, është përfshirë nga zjarri. Sipas shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit, banesa ishte dhënë me qira dhe banohej nga një çift rus. Menjëherë pas njoftimit, forcat zjarfikse kanë ndërhyrë për shuarjen e flakëve dhe për të parandaluar përhapjen e tyre në apartamentet e tjera të pallatit. Operacioni zgjati disa orë dhe u vështirësua nga lartësia e katit ku ndodhej apartamenti, si dhe nga rreziku i përhapjes së zjarrit në banesat përreth. Fal ndërhyrjes së zjarfikësve, situata u vu në kontroll, ndërsa nga zjarri u dëmtuan mobilje dhe pajisje të tjera të banesës. Ndërkohë, po mëngjesin e sotëm, një tjetër apartament është përfshirë nga flakët në zonën e Lungomares. Zjarri ra në katin e 9 të një pallati në një banesë në pronësi të shtetasit italian Davide Dondi. Në momentin e rënies së zjarrit nuk ndodhej asnjë person në apartament.
Si pasojë e flakëve banesa pësoi dëme të konsiderueshme materiale. Në vend ngjarje ndërhyn 3 mjete të shërbimit zjarfikës, të cilat bën të mundur vënien në kontroll dhe shuarjen e zjarrit. Për të dyja rastet, grupet hetimore po punojnë për përcaktimin e shkaqeve dhe zbardhjen e plotë të rrethanave. Edvin Ndreu është konfirmuar zyrtarisht në krye të Drejtorisë Vendore të Policisë së Vlorës pas përfundimit të procedurave të konkursit për pozicione drejtuese në Policinë e Shtetit në disa qarqe të vendit. Emërimet vijnë në kuadër të procesit të ristrukturimit dhe konsolidimit të drejtimit të strukturave policore në qarqe. Pas përfundimit të procedurave të konkursit për pozicione drejtuese në Policinë e Shtetit për disa qarqe në vend, me firmën e krye policisë Skënder Hita janë bërë emërimet e reja në Vlorë, Lezhë dhe Fier. Edvin Ndreu do të drejtojë Drejtorinë Vendore të Policisë Vlorë pas komandimit të pak ditëve më parë, ku shkarkua Eli Donçela, pas skandalit me protestën në Zvërnec. Erion Ahmeti, i cili prej disa kohësh ushtronte detyrën si drejtuesi komandor i Policisë së Fierit, ka marrë tashmë emërimin e tij si drejtor zyrtar. Emërimet vijnë në kuadër të procesit të rikonstrukturimit dhe konsolidimit të drejtimit të strukturave policore në qarqe, pas vlerësimit të kandidatëve në garën e zhvilluar për pozicione drejtuese. Tirana dhe Durrësi vijojnë të jenë pa drejtues të emëruar, proces që pritet në vijim. Edvin Ndreu është konfirmuar zyrtarisht në krye të Drejtorisë Vendore të Policisë së Vlorës pas përfundimit të procedurave të konkursit për pozicione drejtuese në Policinë e Shtetit në disa qarqe të vendit. Me firmën e drejtorit të përgjithshëm të Policisë së Shtetit Skënder Hita, u miratuan emërimet e reja në drejtimin e strukturave policore në qarqet Vlorë, Fier dhe Lezhë. Edvin Ndreu merr zyrtarisht drejtimin e Policisë Vendore pas komandimit të tij pak ditë më parë në këtë detyrë. Emërimi i Ndreut vjen pas largimit nga detyra të Eli Donçelës, e cili u shkarkua pas debatit publik dhe reagimeve të shkaktuara nga ngjarjet e lidhura me protestën e zhvilluar në Zvërnec. Ndërkohë në qarkun e Fierit, Erion Ahmeti, i cili prej disa kohësh ushtronte detyrën si drejtuesi komanduar i Policisë Vendore, është emëruar tashmë zyrtarisht në krye të këtij institucioni. Po ashtu, emërimet e reja janë bërë edhe në Drejtorinë Vendore të Policisë së Lezhës në kuadër të procesit të riorganizimit të strukturave drejtuese. Këto ndryshime vijnë si pjesë e procesit të ristrukturimit, si dhe konsolidimit të drejtimit të Policisë së Shtetit me synim për të rritur efikasitetin e strukturave policore, si dhe për të përmirësuar menaxhimin e sigurisë publike në qarqet e vendit. Kandidatët janë përzgjedhur pasi procesi konkurimi dhe vlerësimi profesional të zhvilluar nga strukturat përgjegjëse të Policisë së Shtetit. Megjithëse emërimet në disa qarqe janë finalizuar, Drejtoritë Vendore të Policisë së Tiranës dhe Durrësit vijojnë ende të mbeten pa drejtues emëruar zyrtarisht. Burime pranë Policisë së Shtetit bën me dije se procesi për plotësimin e këtyre pozicioneve pritet të përfundojë në ditët në vijim. Me këto lëvizje, Policia e Shtetit synon të përmbyll një fazë të rëndësishme të reformimit të strukturave drejtuese, duke vendosur në krye të drejtorive vendore drejtues përzgjedhur përmes procedurave konkurruese dhe kritereve profesionale. Në Vlorë, veçanërisht për gjatë sezonit veror, parkimet janë të pakta dhe nuk mjaftojnë për numrin e automjeteve në qarkullim. Kjo bën që në shumë bllloqe banimi në qytetin bregdetar, makinat të parkohen mbi trotuar. Dukuria evidente edhe në lagjen Izap Boletini, ku 10 mjete të parkuara kanë zënë vendkalimin e këmbësorëve. Në Vlorë, veçanërisht për gjatë sezonit veror, parkimet janë të pakta dhe nuk mjaftojnë për të parkuar automjetet. Kjo bën që në shumë bllloqe banimi në qytetin bregdetar, makinat të parkohen mbi trotuar. Situatë e tillë është evidente në lagjen Isa Boletini, aty ku me 10 mjete parkojnë duke zënë vendkalimin e këmbësorëve. Qytetarët, por edhe banorët të zonës tregojnë se kjo situatë i detyron këta të fundit të ecin më pas në rrugë, duke rrezikur jetën nga makinat që ecin me shpejtësi. Ata tregojnë raste kur automjetet parkojnë duke zënë hyrjen e pallateve apo të shtëpive private, duke mos u lënë asnjë mundësi të dalin prej tyre. Sipas banorëve, për këtë situatë duhet të gjendet një zgjidhje e cila fillon nga ndërtimi i parkimeve për bllloqet e banimit e deri te ndëshkimet për ata që thyen kodin rrugor. Po shumë problemesh. Si s'është problem të bllokosh rrugën e këmbësorëve, është problem i madh. Po kjo na detyron të lëm kokën pastaj. Apo jo? Duhet kaluar në rrugë, rrezikohet të shtyp mjeti, për plas bicikleta. Po policia bashkiake për mua s'do të di se edhe i pari qeverisë nuk do të di për neve. Na qonë miza dhe po, u shtypëm. Realiteti duhet ndryshuar sa më shpejt,
Sa më shpejt duhet ndryshua. Shiko, neve këtu për shembull kemi 35 vjet me ndonin thamë se herë demokracia do bëjshim vërtet njësh. Ne këto 35 vjet më tepër na shkatëruan. Do me thënë neve nuk bëhemi dot. Jo nuk bëhemi dot, nuk kemi severitar. Se parkojnë mbi trotuar? Parkojnë se këtu është për shembull, si që bën ai forti, parkon, sepse ai na polici nuk ka frikfare. Ai zëmët doptin, një që pagon drita ujë hek zbar. Se kështu është ndërtuar sistemi tek neve. Po çfarë ju detyron kjo? Detyron të kalojnë rrugë? Shiko, çdo gjë i zoti shtëpisë e rregullon shtëpinë. Pse jashtë nuk e bëjnë të tërë kur keni punor jashtë ecin me rresht me rregulla. Këtu do me thënë çdo gjë është nga koka. Peshku qelbet nga koka. Kur një trotuar është i zënë, ju kaloni rrugë apo jo? Po, shumë detyruar, ndaj bëjnë dhe aksidente. Jesh i rrezikuar? Jo të rrezikuar neve që ashtu, por për shembull një që është i paralizuar, moshatar, edhe moshatar jam. Po nuk jam atje, ose një me fëmijë të vogël, fëmia nuk di. Këtu gjithmonë duhet një gjë, sepse policia është kundra popullit, është vetëm me vjedhjen, është bashkë me pushtetarët. Pi trotuar, shumë bashkë pinës tuaj është kjo gjë. Po. Është problem? Kur nuk ka zgjidhje tjetër, është normale. Pse s'ka zgjidhje tjetër? Ku mund të çohen, ku mund të parkohen? Çfarë zgjidhje duhet të ishte dhënë nga institucioni? Nuk e di, ato se di. Duhet më shumë parkingje? Po, patjetër se nuk ka vend që parkojnë aty. Ne kemi një zhitan edhe parkojnë edhe 1 kilometër larg shtëpisë. Po në rastin kur një i moshuar ose një duan të kalojnë në trotuar dhe detyrojnë të kalojnë në rrugë, sjell rrezik? Ne për shumë gjëra ngarkojmë njëri tjetrin. Edhe shkarkojmë njëri tjetrin. S'ke që të më të anë marrëdhëniet që lindin ato problemet janë. Po do jesh i rrezikuar kur kalon rrugë? Po patjetër, nuk diskutojnë. Po në rrugë më kanë zënë portën anti makinat janë. Të gjitha makinat janë. Se shfaji këtyre shfaji kush e kanë në dispozicion, kjo është rrugë ngushtë, një kalimshe. Pse jipin në trotuar makinat, do kaloje para, do prapset e dyta, unë se marrë vesh. Një tabel, një kalimshe. A është e rrezikshme kjo për ju? Është që zalë do të me fëmijët. E për qëllë fëmijën deri këtu që ikën për në shtëpi. Dërgohet ka zënë e porta? Po, porta. Aty edhe ti bjesh borije sa të duash, së lëvizina. Janë porta një për të që? Jo, Po dikush me absolutisht. karrocë, si mund të dali ishim nga pallati të zyrtarit? Urdhro? Si mund të dali dikush me karrocë nga pallati të zyrtarit? Aha, unë e kam të flasë për shpinë time që e kam private këtu. Atë me... Një natë, një vajzë, kishte makinën ishte pallatit këtu, blokuar makinat aty, 2 orë pip, dilun, moj të bëftë nëna, po e kanë lënë ata kanë ikur për të pirë tuti në autë fëtot, i kam blokuar këtu, atyri, i thashmë, ajte nëna fri ose i këstri në shpi. 2 orë lajmëroj policin, erdi ajo, qaj që merë makinat. Duhet të marrë unë them vetëm një tabel, një kalimshe të bëhet rruga këtu, se flasë për rrugën time, nuk flasë për motutje, qëfar shok këtu, një kalimshe kjo rrugë ngushtë këtu. S'ka nevojë për një vijë këtja, do hipin trotuar njëra që të kaloj tjetra. Kjo situatë është e tillë dhe në shumë bloqe të tjera banimi, veçanërisht në ato të rehabilituara së fundmi. Në këto projekte është menduar për rrugën e këmbësorëve dhe të automjeteve, por jo për të ndërtuar aty parkime. Imazhi i krijuar nga mbetit urbane në disa pika të qytetit të Vlorës vijon të jetë një pamje e shëmtuar që dëmton imazhin turistik të qytetit. Pranë rrugës Dimitër Konomi, zonë e frekuentuar çdo ditë nga qindra turist, janë grumbullur sasi të mëdha mbetjesh urbane dhe inerte, të cilat prej kohësh nuk pastrohen. Imazhi i krijuar nga mbetjet e hedhura në disa pika të qytetit të Vlorës vijon të krijojë një panoramë të shëmtuar dhe të dëmtojë imazhin turistik të qytetit. Do nëse sezoni veror ka nisur dhe Vlora pret mira turist vendas dhe të huaj, në disa zona problematike e mbetjeve mbetet ende e pasgjidhur. Një prej pikave më problematike ndodhet në rrugën Dimitër Konomi, shumë pranë një prej pikave panoramike më të frekuentuara të qytetit, ku çdo ditë kalojnë qindra turist. Në këtë zonë janë grumbulluar sasi të mëdha mbetjesh urbane dhe inerte, të cilat prej kohësh nuk pastrohen. Ndodhemi në rrugën Dimitër Konomi, ku kjo pamje që mund të shikoni pas shpinës time është një situatë e përsëritur në qytetin e Vlorës. Dhe pse ndodhemi në sezon turistik, ky imazh dëmton qartë turizmin në qytetin e Vlorës. Shqetësim për këtë situatë shprehin edhe banorët e zonës, të cilët thonë se problemi vazhdon prej vitesh pa marrë zgjidhje.
Edhe turistët e konsiderojnë të papranueshme praninë e mbetjeve në pika të tilla, duke e cilësuar një pamje jo të denjë për një destinacion turistik. It sucks. Po ja, si sistemon bashkia, se si shikon? Pse nuk i sistemon? S'ka ko. Po për ata që i hedhin se nuk në nesë, si më ndonë? Po duhet në nasa, po. Që të më të shumë? Gabime për të dy palët, jo, hiç fare. Në asë një vend të botës nuk ka që si tek ne. Është dhe zonë turistike. Asë një vend të botës, se unë kam qenë në disa vende, nuk ka që. Ndërkohë, një tjetër vatër problematike ndodhet shumë pranë lungomares në lagjen 10 Korriku, shëtitores me të cilën krenohen të gjithë vlonjatët. Në këtë zonë mungesa e kontenierëve ka detyruar banorët të hedhin mbeturinat buz rrugës, ndërsa në disa raste atyre është vënë edhe flaka, duke krijuar ndodhje të mëtejshme edhe rrezik për mjedisin. Ndodhemi në një pikë tjetër të qytetit të Vlorës, shumë pranë lungomares, ku siç mund ta ndiqni edhe nga pamjet pas shpinës time, mungesa e kontenierëve ka detyruar banorët e zonës që t'i hedhin mbeturinat anës rrugës. Teksa Vlora ndodhet në kulmin e sezonit turistik dhe pret çdo ditë mijëra vizitor, prania e mbetjeve në disa prej zonave më të frekuentuara të qytetit vijon të mbetet një problem i pazgjidhur. Banorët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga institucionet përgjegjëse, duke theksuar se një qytet që synon të jetë destinacion turistik nuk mund të ofrojë një panoramë të mbuluar nga mbeturinat dhe ndotja. Do të rikthehemi sërish me turizëm. Në Bashkinë e Imarës ka nisur zbatimi i ndryshimeve në qarkullimin rrugor me qëllim menaxhimin më efikas të fluksit automjeteve gjatë sezonit turistik. Me vendim të Këshillit Bashkiak janë miratuar ndryshime në senset të lëvizjes dhe në mënyrën e organizimit të trafikut në disa akse rrugore të brendshme të Imarës. Ndryshon organizimi i trafikut në Imar, tavo shprehë synohet lehtësimi i lëvizjes gjatë verës. Nga sot në Bashkinë e Imarës ka nisur zbatimi i ndryshimeve në qarkullimin rrugor me qëllim menaxhimin me efikasitet të fluksit automjeteve gjatë sezonit turistik. Kryetari i Bashkisë së Imarës Vangel Tavo tha se prej ditës së sotme kanë hyrë në fuqi ndryshimet e miratuara me vendim të Këshillit Bashkiak Imar në senset e lëvizjes dhe në mënyrën e organizimit të trafikut në disa rrugë të brendshme të Imarës. Këto mase janë ndërmarrë në kuadër të përgatitjeve për sezonin turistik dhe synojnë përmirësimin e qarkullimit, veçanërisht gjatë muajve të verës kur Imara përballet me një rritje të ndjeshme të numrit të vizitorëve dhe automjeteve, tha Tavo. Sipas tij, ndryshimet synojnë lehtësimin e qarkullimit gjatë sezonit turistik, rritjen e sigurisë rrugore, uljen e trafikut dhe përmirësimin e aksesit në zona urbane. Imara është një prej destinacioneve më të kërkuara turistike të Bregdetit shqiptar, duke tërhequr çdo vit mijëra turistë vendas dhe të huaj. Për këtë arsye, menaxhimi i trafikut, organizimi i hapësirave publike dhe garantimi i një lëvizje sa më të sigurt janë ndër prioritetet kryesore të bashkisë gjatë sezonit veror. Bashkia e Imar vlerëson se zbatimi i skemës së re të qarkullimit do të ndikojë në një lëvizje më të rregullt të automjeteve dhe në krijimin e një përvoje më të mirë, si për banorët ashtu edhe për turistët që e zgjedhin këtë zonë bregdetare për pushime. 1135 maturant nga 21 shkolla publike dhe jo publike në bashkitë Vlorë dhe Imar janë nënshtruar këtë të martë provimit të 3 të maturës shtetërore 2026. Ati të matematikës për administrimin e provimit janë angazhuar 127 administrator, ndërsa 6 përfaqësues të Ministrisë së Arsimit kanë monitoruar provimin. Maturantët të gjithë vendin janë nështruar këtë të martë provimit të 3 të maturës shtetërore 2026 ati të matematikës. Në zyrën vendore Bashkia Vlorë Imar është 1135 numri maturantëve që janë testuar në provimin që ka nisur në orën 10 dhe ka përfunduar në orën 12:30 sipas kalendarit të miratuar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit. Ky proces është organizuar në 6 qendra provimi me 6 pap përgjegjës në qendra dhe ka përfshirë gjithsej 1135 maturante cilët vinë nga 21 shkolla publike dhe jo publike. Për administrimin dhe mbarvajtjen e provimit u angazhuan 127 administratorë të cilët u thirrën të zbatojnë të gjitha udhëzimet dhe standardet e përcaktuara nga Ministria e Arsimit, ndërsa 6 përfaqësues të Ministrisë së Arsimit kanë monitoruar provimin. Mësuese rregullori e aktiviti është shpërsuar krahasuar me vitin e kaluar, duke përcaktuar më qartë detyrat, përgjegjësitë dhe sanksionet për administratorët dhe strukturat përgjegjëse për zhvillimin e provimeve. Po kështu nuk janë lejuar telefonat celular, orët inteligjente dhe çdo pajisje tjetër elektronike gjatë testimit. Ndërkohë deri tani kanë dalë rezultatet vetëm për provimin e parë të maturës shtetërore, atë të gjuhës u huaj.
Institucionet dhe qendrat e trashëgimisë kulturore në vend kanë regjistruar një interes të lartë nga vizitorët gjatë periudhës janar-maj 2026. Muzeumët, parqet arkeologjik, kalat dhe monumentet e kulturës janë vizituar nga 424.082 persona vendas dhe të huaj, sipas Ministrisë të Turizmit. Institucionet dhe qendrat e trashëgimisë kulturore në vend kanë regjistruar një interes të lartë nga vizitorët gjatë periudhës janar-maj 2026. Sipas të dhënave të publikuara nga Ministri i Turizmit Blendi Gonxha, muzeumet, parqet arkeologjike, kalat dhe monumentet e kulturës janë vizituar nga 424.082 persona vendas dhe të huaj. Gjatë muajve janar-maj 2026, institucionet dhe qendrat e trashëgimisë kulturore kanë mirëpritur plot 424.082 vizitor vendas dhe të huaj, duke kthyer kulturën në një nga historitë më të bukura të suksesit të vendit, shkruan Gonxha në rrjetet sociale. Numri më të lartë të vizitorëve e kanë patur parqet arkeologjike me 188.437 vizitorë të ndjekura nga muzeet kombëtare, me 143.086 vizitorë dhe kalat e monumentet e kulturës me 91.559 vizitorë. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023, frekuentimi është rritur me 95.71%, ndërsa të ardhurat e gjeneruara nga këto institucione janë shtuar me 147.44%. Ndërkohë në raport me 5 mujorin e parë të vitit 2025, numri i vizitorëve është rritur me 9.9%, ndërsa të ardhurat me 7.3%. Trashëgimia jo nuk është thjesht histori, ajo është energji, krenari kombëtar dhe një magnet që tërheq gjithnjë më shumë vizitorë nga vendi dhe gjithë bota, shkruan Gonxha. Një spektakël natyror është regjistruar në ujërat e zonës Karabrun-Sazan, ku një grup turistësh që po eksploronin me gomon e bukuritë e zonës janë surprizuar nga shfaqja e një tufë delfinësh. Një spektakël i papritur natyror është regjistruar në ujërat e zonës Karabrun-Sazan pranë Vlorës, ku një grup turistësh që po eksploronin me gomon e bukuritë e zonës u surprizuan nga shfaqja e një tufe delfinësh. Turistët të cilët po lundronin përgjatë kësaj hapësire detare, Karabrun-Sazan, kanë përjetuar momente të veçanta kur delfinët janë afruar pranë gomones së tyre, duke i shoqëruar për disa minuta e duke krijuar një show natyror që ka mahnitur të pranishmit. Sipas guidave turistike që operojnë në këto zona të Vlorës, rastet të tilla janë të shpeshta, por çdo herë mbeten një surprizë e këndshme dhe manice, si për vizitorët ashtu edhe për drejtuesit e gomoneve. Ata theksojnë se prania e delfinëve e bën eksperiencën turistike edhe më të veçantë dhe më të parueshme. Turistët kanë dokumentuar momentet me foto dhe video, duke i konsideruar ato si një nga kujtimet më të bukura të vizitës së tyre në këtë zonë turistike të jugut të Shqipërisë. Ish lojtari, flamurtari dhe i kombëtares shqiptare Vasil Rusi gjatë një interviste për Blu Televizion ka komentuar nisjen e kampionatit botror, ku sipas tij deri më tani niveli i lojës nuk ka qenë i lartë. Gjithsesi, sipas tij, turneu është ende në fillimet e tij dhe duhet kohë për të krijuar ide të qartë mbi ekipet pretendent. Edhe pse kampionati botror ka nisur prej 6 ditësh, është ende herët për të përcaktuar skuadrat favorite për fitoren e trofeut. Ish lojtari flamurtarit dhe i kombëtares shqiptare Vasil Rusi thekson se në këtë fazë duhen parë të gjitha ndeshjet për të krijuar një ide më të qartë mbi ekipet pretendente. Sipas tij deri më tani niveli i lojës nuk ka qenë shumë i lartë, megjithatë turneu është ende në fillimet e tij, e ka shumë ndeshje për të zhvilluar. Para nuk mund të nxjerrësh dot një konkluzion që në fillim se s'janë paraqitur gjitha ekipet dhe forca e tyre. S'ka pas përballje, përveç një ndeshje Maroku me Brazilin që për mua ishte ndeshje shumë e mirë dhe më pëlqeu shumë Maroku, por nuk ka pas përballje. Mua më duket në fakt një kampionat botëror shumë përfshirës, domethënë kanë përfshirë çdo lloj shteti. Ideja është komercializëm, ideja është që ta shpërndajnë gjithë botën dhe në fund të fundit nuk u intereson kush do të dalë kampion. Kështu që do bie interesimi i rrugës, jam i bindur që do bie sepse ka dhe ekipe të dobta, por ndeshjet e forta duhen të pakta. Për të dalë dikush kampion, unë besoj se do ketë surpriza, mamëndje do ketë surpriza në këtë kampionat për arsye sepse nuk ka ekip superior, janë pothuajse një nivel gjitha ekipet e forta.
Duke ju referuar skuadrave favorite, rusi i rendit disa prej ekipeve më të forta, duke shprehur besimin se edhe Anglia mbetet një nga pretendentet kryesore. Megjithatë, rusi thekson se në një kompeticion të tillë nuk mund të mungojnë surprizat, duke përmendur Marokun si një nga ekipet që mund të befasojë. Ish futbollisti legjendar vëren gjithashtu se krahasuar me edicionet e mëparshme, cilësia e lojës ka pësuar rënje. Do më pëlqen Anglia, një nga protagonistët kryesorë më e mira. Do më pëlqen Anglia, jam tifoz kuptohet me Spanjën, unë besoj të kem dhe Gjermaninë në treshe dhe në kaqe të kem dhe Marokun. Do më pëlqen dhe kjo kaqe shumë e bukur do ishte, sepse ka një futboll dinamik. Sidomos Angli-Marok do ta shikoja me kërshëri që të ishim bashkë me njëra tjetër. Kampionati botëror ka nisur më 11 qershor e do të përfundojë më 19 korrik. Për herë të parë në histori ky kompeticion zhvillohet njëkohësisht në 3 shtete dhe me një numër rekord prej 48 skuadrash pjesëmarrëse. Kur themi botëror, normalisht kështu duhet përfshihen shtetet. Por unë kam bindje që në këtë lloj botërori nuk ka shumë cilësi, nuk do ketë shumë cilësi. Do ketë lodhje, padyshim do ketë raskapitje dhe fati do ta përcaktoj se kush do të jetë kampionet. Ju falenderoj për vëmendjen, ju përshëndes.